Sigurisht, po unë kur se kam parë edhe sot, dhe sigurisht jam atje non grata, duket që thjesht është një lojë që bëjnë ambasadorët, diplomatët, thjesht për një tip gërbaçi për t'u dhënë politikë, shiko se të bëjnë non grata dhe të ndale politikën në Amerikë, po kam qenë në Amerikë, kam qenë gjithë botë, po nuk e shikoj një gjë, një pengesë të madhe që të mos shkosh një shtet edhe sepse në fundit aktiviteti politik është në vendin ku jeton, ku bën vetë, ku ke elektoratin tënd, ato njerëz që të duan dhe i do, edhe shtetin tënd. Megjithatë, ky është një lajm i mirë për Shqipërinë, sido që të jetë, sepse nuk është se kemi. Sigurisht, jo shikoni, jeni jetoni në tension, jeni vazhdimisht në tension të lajmeve politike, jetoni me këtë, mua personalisht nuk më bën përshtypje se unë se shikoj si një problem madh, se nuk sikur çdo kundërshtar politik, edhe sikur që jetë socialisht ka kush është. Thjesht kjo është një karton që është nxjerrë ti kuq, ja u hoq kartonin, tani u rehabilitua dhe mbaroi puna. Pse që nga kaq fillojnë, fundin nëse Berisha me të vërtetë pas ka vjedhur, pas ka qenë kriminal, ka organizuar krimin, ka bërë për çfarë ka që hoqën. Do të kesh një shkak për ta vënë, një shkak për ta hequr. Pse nuk i thon shkaqet se pse e vun, edhe pse nuk thonë pse hoqën. Mo kjo është një lojë që nuk më duket e rëndësishme. Zoti Tafaj, do rikthehemi tek ajo pjesë kryesore e bisedës që unë ju kontaktova për të folur për mendimin tuaj për student, për protestën e cila ngjan me atë të studentëve të 2018-s, por se dim si do të jetë fundi i saj. 12 ditë Tiranë, një revolt. Protesta ka qenë paqësore, qytetare. Si e shikoni ju krahasuar me atë të 90-s dhe si mendoni se do përfundoj? Tani si mendoj se do përfundoj, këtë nuk e di, po për fat mirë ose për fatin tim kam qelluar student në vitin 90. Po ishte komplet ambient tjetër politik, komplet mentalitet tjetër, ideologji tjetër, bindje, formim tjetër i njerëzve, sistem tjetër, nuk i krahasojmë dot, domethënë, të krahasosh mollën me dardha, nuk i krahason dot, kështu që edhe lëvizja e studentëve 2018-ën, herë pasi akumulohet një mllëf, por ne nuk është dem tani kemi qenë të aftë që ta marrim vetë, edhe ndryshimet e drejtorit nuk është se erdhen eksakt nga studentët, nga ne që ishim të gatshëm të sakrifikonim diçka sepse në fund kishim humbur. Po ishte era demokratike që fryn gjithë Europën lindore, pra bën disa shtete të tjera rrëzuan muret edhe gardhet, pa erdhin në Shqipëri dhe normalisht e kemi patur më të lehtë për ta rrëzuar demokracinë, ose demokracia u rrëzua sepse shteti ishte komplet i dobët, domethënë struktura, kockat e shtetit ishin mbaruar sepse nuk ishin as bukë të jetën që të jepin qytetarëve të tyre. Nëse vim te viti 2018, studentët u ngritën, u protestua, por ajo që bëjnë politikanët finok, punojnë në gjitha format dhe mënyrat dhe shuan atë frymën demokratike, ashtu siç ishte 2018 dhe tani, një frymë më përgjithshme, por që ai këtë kryeministri i sotëm i Shqipërisë këtë punë bën, penetron brenda nëpërmjet disa njerëzve, u lë kohë që të shuhet edhe në fundit u përça dhe u shua, nuk është se studentët arritën qëllimet e tyre, ndërsa tani është pak më ndryshe, është një mllëf i përmbledhur, por është shumë problem. Të fillosh diçka, unë shikoj si shumë problematike, është gjë jashtëzakonisht e mirë. Gjithçka që bëjnë shqiptarët tani është shumë e mirë, se në fakt ne kishim tiranie të vitit 2026, por problemi kur ta fillosh diçka duhet të dish dhe ku do shkosh, nga do shkosh, sepse thjesht të dalësh në demonstrat është kollaj, por qëllimet se kush do ja kritikojë. Në fundit ne jetojmë në një botë demokratike, edhe gjithë shtetet e botës organizohen në formë politike në bazë të bindjeve, jo të nevojave, kështu që do ta shikoj si problem edhe çështjen e demonstratës, protestës, nuk është se po vëre në krah kush e drejton, si e drejton, edhe në fund po të ketë në komision nismëtar ose çfarë ideologjie do ketë, sepse në fund gjithçka do renditesh. Nëse ngritesh për një pakënaqësi një gjë, është pakënaqësi sociale, është çështje integriteti territorial, është duket se janë përmbledhur të gjitha bashkë, zoti Rafaj. Po të nuk e di si do shkoj, por besoj që treni do lokomotiv. Kështu që unë nuk shikoj në lokomotiv që tërheq ose në ideologji bindse. Ne protestojmë sigurisht, edhe ne këtu në Gjermani, në Stuttgart, kemi protestë ditën e shtunë, në orën 16, kemi organizuar bashkë me pjesëtarë tjetër të diasporës, bëjmë çështë e mundur në mbështetje të Shqipërisë, në fundit, sidomos për ne që kemi vini, kemi ikur, zemra jonë rreh për Shqipërinë. Ne duhem një shtet ligjor, një shtet drejt. Ka nga ata që edhe janë kthyer në Tiranë për të protestuar nga jashtë. Shumë mirë, shumë mirë bën, sepse ato shikojnë ajo shprehja guri rënd peshon në vend vet është absolutisht e saktë. Unë megjithëse kam
30 ca vjet që jetoj në Gjermani, jam i integruar, jam shumë mirë, jam rregulluar pothuajse shumicën e gjërave në jetë, gjitha nuk rregullohen kurrë. Por prap mendjen shikoni që pas 30 vjet unë si student dhjetorit, mendja kam prap Shqipëri, dua të kontribuoj për Shqipërinë. Sepse në fakt nuk është se kam me llafe që dua të bëj këtë, po jam kthyer në Shqipëri, kam punuar 6 vjet në Shqipëri edhe e kam parë sepse bëra gjë më të mirë në jetën time që u ktheva, punova, në fund u njoha me njerëz, me mentalitetin, me jetën në Shqipëri, më ka bërë jashtëzakonisht mirë, domethënë më ka korrigjuar kursin e ecjes duke ardhur në Shqipëri dhe ishte një mrekulli që jetova në Shqipëri, jam shumë i lumtur që u ktheva, mësova shumë gjëra, sigurisht që unë kam të familje dhe për shkak të familjes kam ardhur këtej dhe kthem në Shqipëri, jam shpesh në Shqipëri, jo dini që jam shumë shpesh në Shqipëri, mos i ne quhemi emigrant, po ose diaspor, faktikisht është pak më gjerë që koncept diasporës, diaspora do të kishte shumë vite domethënë të jetosh në Australi, mos i shkthyer, çfarë shumë larg, nëse ne jemi shumë shpesh në Shqipëri domethënë. 2 orë larg